Përshëndetje, sot kemi një ëmbëlsirë. Është një lloj cheesecake-u, por që nuk ka cheese, s'ka djath fare aty, është fantastike. Në vend të djathit do të vëm kungull. Më ndiqni. Atëherë, marrim një thik, na duhet një thik e madhe, kur kemi të bëjmë me kunguj, dhe do të presim një pjesë, unë mendoj që me sy ka që jemi të 600 gram, por do të më duhet të peshoj. Atëherë, t'ja them të gjithë përbërësit, do të duhet 600 gram kungull, 2 karrota mesatare, si këto, kemi 3 lugë me maj me miell, 3 lugë të tilla, prandaj e kam lënë lugën këtu, kemi 2 kokra vezë, 100 gram gjalp, kemi një kuti të tillë me qumësh milk panda, siç njihet zakonisht qumësh i kondensuar, i cili këtu ka 300 ml ose 397 gram qumësh i kondensuar, dhe pastaj për aromë kemi ar muskat dhe pak kanellë. Dhe harrova, një pjesë tjetër e rëndësishme e cheesecake-ut ton janë biskotat, si këto këtu, një pako. Atëherë, me qënë se na duhan 600 gram kungull, them ta peshojmë paraprakisht. Pse them paraprakisht, sepse edhe do ta pastrojmë këtë. Dhe pastaj do ta vendosim në furr. Që kam 516, do i shtoj edhe një rrot të vogël dhe bëhen 600. Okej. Super, 600 gram kungull pra, të cilin tani do e zhvesh nga lëkura dhe bashkë me karrotat do e fusim në furr. Këtë tjetrin e lëm për një recetë tjetër. Atëherë kujdesuni që kungullin ta pastroni mirë përveç se lëkurën, edhe këtë pjesën këtu, të mos lini këto fijet që ka zakonisht pranë farave. Jo vetëm farat, por të hiqen edhe ato fijet, sepse ndikojnë pastaj. Duhet që të bëhet kremoz në fund kur ta kalojmë në mikser. Pra pasi ta kemi kaluar, ta kemi lënë në furr. Mirë është që kungulli të jetë nga ky lloj, që është i ëmbël edhe i verdh, më thënë bëhet me kungull të verdh, kungull dimëror, jo me ato kungujt e tjerë që janë të mirë vetëm për byrek. Dhe në qoftë se është një kungull që nga ata që e kanë lëkurën më të trashë se ky duket që është më i lehtë për të pastruar, atëherë i bie që ju do peshoni, të themi tek 800 gram kungull, sepse duke pastruar farat edhe lëkurën do shkoj tek 600 gram, që neve na duhet patjetër për ëmbëlsirën. Atëherë, bashkë me karrotat, të gjitha këtu do i vendosim në furr për çerek ore, do të piqen dhe më pas do t'i kalojmë në mikser. Ndërkohë që kungulli bashkë me karrotat po piqet në furr derisa të zbutet dhe pastaj ta kalojmë edhe atë në këtë procesorin këtu, ne do të merremi me bazën me këto biskotat, me bazën e kekut tonë, e cheesecake-ut. I hedhim këtu një pako e tillë, pak a shumë tek 250 gram biskota. E vendosim këtu.
Atëherë biskotat janë bërë në këtë trajt, duket si rër. Kështu është mirë. Dhe tani do ju shtojmë gjalpin, të cilin më parë do e tresim pak këtu. Tresim gjalpin dhe do e shtojmë biskotave. Atëherë, gjalpi shkriu dhe e hedhim direkt tek paska mbetur një biskote pa shtypur mirë, ja. Bë pluhur. Kemi të gjithën kështu. Dhe e shtojmë këtu. Të gjithën. E trazojmë mirë me një spatull. Mos prisni që të bëhet brumë dhe të mblidhet kështu si brumi që hapni me oklai ose me pecë, varet si e quani. Prap në trajt rëre do të mbetet, por një rër e lagësht. Tani këtë do ta shtrojmë në një tavë, pasi e keni përzier mirë. E hedhim këtu. Nuk do ta lini vetëm kështu, do ta punoni me dorë, ta shtypni me dorë. Por unë fillimisht e bëj kështu e përhap që ta kem më të thjeshtë pastaj. Ja pra. Kjo është tipike për të gjithë cheesecake-ot. Mbas çerekore 20 minutash në varësi edhe të fortësisë së kungullit dhe karrotave, ne I kemi nxjerrë nga furra. Janë në këtë gjendjen këtu që janë të buta, kur e ngul pironin ngulet lehtësisht dhe do I hedhim edhe këtu tek frulatori. Pra të bëhet një masë e butë, tip brumi. Në fakt çdo gjë do kaloj tani këtu, përveç biskotave që I vëm në fillim dhe e shtruam aty në tavë, çdo gjë do kaloj tani këtu në frulator. Pra akoma nxjerrin avull. Ne do I kalojmë në frulator dhe do e lëm të ftohet pak masa përpara se të hedhim vezët. Pse? Se nuk duam që ato të na piqen aty, të bëhet veza para kohe. Veza do të gatuhet në fund fare, pastaj kur të vihet e gjitha në furrë përsëri. Me qënë se kjo masa këtu është ende e nxehtë nga kungulli, të cilin e poqëm, edhe karrotat gjithashtu, unë do transferoj këtu edhe për të na dhënë mundësinë që të ftohet disi përpara se sa të shtojmë vezët. Për ndryshe, nëse ne do kishim më tepër kohë, mund ta linim edhe aty ku ishte dhe t'i shtonim të gjithë përbërësit atje, në një enë të gjitha. Nuk ishte problem. Unë e bëra këtë punë vetëm për të na ndihmuar me ftohjen e masës.
Atëherë, po këtu ne do shtojmë edhe vezët, edhe mielin, dhe sidomos arë moskat, e cila i shkon shumë kungullit. Meqense nuk ka asnjë lloj problemi, unë po i jap kohë të ftohet dhe po bëj arën moskat, po e grim. Gjithashtu do t'i shtoj edhe një lugë kafe me kanellë. Pra dhe kanella. Gjithsesi, këto aroma janë komplet fakultative, kush i pëlqen mund t'i shtoj, kush të doj mund të mos i shtoj fare. Nuk është se do ndikojnë te rezultati final. Megjithato ato e pasurojnë, i japin një diçka më tepër shijes së cheesecake-ut. Do të thyem dhe vezët në një tas dhe do t'i rrahim. Në qoftë se do ta kishim bërë të gjitha këtu te ky mikseri, nuk do ishte nevoja e këtij veprimi, sepse me fuqinë e tij aty nuk kishte nevojë që të rriheshin më njanë, por tani në qënë se ne kishim të nxehtë dhe nuk mund t'i hidhnim direkt, i rrahim kështu më vete, dhe ndërkohë që masa me kungullin ftohet, ne do i shtojmë dhe vezët. Dhe fundit fare na ka mbetur mielli, edhe pak fryrës. Këtu te mielli, hedhim edhe fryrësin. Dhe do shtojmë. Atëherë, ndërkohë që unë trazoj mirë të gjithë përbërësit, që të mos mbetet me kokriza ky mielli që hodhëm, treluk, unë po ju kujtoj edhe një herë të gjithë përbërësit dhe gramaturat. Atëherë, për të bërë këtë cheesecake me kungull, do na duhet 600 gram kungull, 2 karrota, të cilat do i fusim në furrë të piqen, do na duhen 2 kokra vezë, 3 lugë miell, një pako me biskota, 100 gram gjalp, ose edhe pakës më shumë, bëjni 110-120 gram gjalp të jeni brenda, dhe pastaj kemi pra pakon me biskota 250 gramsha dhe një kuti të kësaj madhësie me qumësh panda, milk, qumësh i kondensuar, njihet në disa forma. Dhe do na duhet pra edhe ato aromat si arra moskat, një lugë kanellë, po këto janë një lugë kafe. Këto janë gjithmonë në varësi të preferencave tuaja, si dhe një paketë e vogël me fryrës ëmbëlsirash. Atëherë, kjo masë është gati. Ndërkohë që e hedhim këtu te kjo forma që bëm me biskotat e grira dhe gjalpin, unë do falenderoj. Do të falenderoj sponsorët tam që janë Inder Horeka, Aza Electronics dhe Ujë Tepelena. Atëherë që mos na mbetet asnjë pjesë këtu, do të marr spatulën, po e vendos këtë për momentin këtu dhe e pastroj mirë
enën. Atëherë, ky ishte cheesecake-u, përpara se sa të hyjë në fornë, sepse është edhe faza finale, do ta piqet në 180 gradë, pra me ngadalë, të mpikset dhe kur ta vini re që do të jetë mpiksur, po do të ketë mbetur vetëm ai rrethi i qendrës pak i butë, kur ta lëvizni kështu, hiqeni sepse është gati. Në 180 gradë për 30-35 minuta dhe gjithçka është gati. Koha mbaroi. Shikoni se si tronditet pak, lëviz pak kjo. Është pjekur aq sa ç'duhet. Jo më tepër, mos prisni që të bëhet e kuqe apo me pulla sipër. Kur akoma tronditet dhe lëviz pak qendra, është në rregull, është i pjekur cheesecake-u. Mirë është që ky cheesecake me kungull, si dhe çdo cheesecake tjetër, duhet që pasi piqet, duhet të rrijë ca orë që të ftohet dhe të mpikset mirë. Në momentin që ne ta presim, të mos na lëshohet kështu në pjatë. Pse? Se kemi të bëjmë me krem. Por ne nuk kemi kohë, kështu që do mundohemi ta heqim nga tava jon dhe të shohim se çfarë kemi bërë. Ne në fakt nuk e lam të rrinte shumë, por ja. Opa. E heqim me kujdes. Ky është cheesecake-u. Okej, kjo ishte ëmbëlsira për sot. Është fiks koha e kungujve dhe ullinjve, prandaj dhe zbukurova me një degës të vogël ulliri. Provojeni dhe ju, është e shijshme, e ëmbël, aromatike. Ju bëftë mirë.